יש לנו ניצחון גדול. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu falenderoi Donald Trumpin për mbështetjen e tij të jashtëzakonshme për Izraelin dhe popullin hebre, pasi presidenti amerikan kërkoi anulimin e gjyqit penal që po vazhdon ndaj Netanyahut. Ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku për të mposhtur armiqtë tanë të përbashkët, për të liruar pengjet tona dhe për të zgjeruar shpejt rrethin e paqes, tha Netanyahu. Në një postim në rrjetin e tij, Truth Social, Trump deklaroi më herët se ishte i tronditur që Izraeli po vazhdonte gjuetin e tij qesharake të shtrigave kundër Netanyahut, të cilin ai e cilësoi si kryeministër të kohës së madhe të luftës. Komentet e Netanyahut erdhën pasi një gjykat në Jeruzalem refuzoi kërkesën e tij për të shtyrë dëshminë në gjyqin për korrupsion. Kryeministri izraelit është në gjyq për 3 raste korrupsioni, ku përballet me akuza për rishfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Netanyahu është akuzuar po ashtu nga gjykata ndërkombëtare penale për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në lidhje me luftën e tij në Gaza. Kjo gjykat ka lëshuar një urdhër arresti ndaj tij, duke bërë atë liderin e parë të një shteti demokratik të mbështetur nga perëndimi që akuzohet për krime lufte. Së fundmi, gjendja në rripin e bllokuar të Gazas është rënduar ndjeshëm me kreun e Kombeve të Bashkuar Antonio Guterres, që tha se 44% e kërkesave për ndihmë që ata ishin përpjekur të dërgonin ishin refuzuar nga Tel Avivi. Midis 27 majit dhe 22 qershorit rreth 500 njerëz u vranë, teksa përpiqeshin të merrnin ushqim pranë pikave të shpërndarjes së ndihmës. Njerëzit po vdesin uria, njerëzit janë të sëmur. Në Gaza çdo ditë po vdesin njerëz. Ata janë vrarë në rrugë duke u përpjekur të merrin ndihmë mjekësore, u vranë në spitale. Tani ata po vriten edhe në rrugë, duke u përpjekur të marrin ushqim që pothuajse nuk ofrohet kurrë, tha Guterres.